Sipas të dhënave të publikuara nga raporti i Avokatit të Popullit, është konstatuar se për vitin 2025 të paktën 5 burgje në vend duhet mbyllen dhe njëkohësisht probleme janë evidentuar dhe sa i takon mbipopullimit, jo në të gjitha burgjet, e theksuar kjo jo i shtrirë ky mbipopullim në të gjitha burgjet, por në disa specifike prej tyre. Sipas konstatimit të Avokatit të Popullit, janë të paktën referuar jo vetëm inspektimeve që ky institucion ka kryer gjatë vitit 2025, por edhe si shqyrtim i 115 ankesave të trajtuara, rezulton se janë të paktën 5 institucionet që duhet mbyllen për shkak se nuk garantojnë një trajtim të dinjitetshëm për gjithë personat që vuajnë burgimin apo paraburgimin në to, siç janë thekson Avokati i Popullit se janë burgu i Burrelit që duhet mbyllur, burgu i Kosovës në Lushnje, burgu i Kuksit, burgu Minepeza, i njohur dhe si burgu 302 në kryeqytet, dhe njëkohësisht burgu Jordan Misja, i njohur gjithësisht si burgu 313 në kryeqytet. Nga ana tjetër, është konstatuar nga ana e Avokatit të Popullit problem sa i takon mbi ngarkesës në burgje, kjo referuar në shifra dhe specifikisht si më problematiku në këtë aspekt është IEVP Lezhë, burgu i Lezhës, ku janë 181 persona mbi kapacitetin normal të këtij institucioni të ekzekutimit vuajtjes dënimeve penale, e thënë në shifër në përqindje, plus është mbi 65% mbi kapacitetin e personave që do duhet të mbaheshin në këtë institucion. Ndiqet më pas me 11% ngarkesë burgu Jordan Misja, ai 313 në kryeqytet, më pas është Vlora me 10% mbi kapacitetin dhe Fushkruja më pak me 2.4% mbi kapacitetin. Ajo sa i takon referuar dhe amortizimit të godinave dhe çka do duhet të rikonstruktohen, të mbyllen deri në një rikonstruktim të plot, siç thekson Avokati i Popullit, paktën me 5 institucione që unë përmenda më herët, kanë bëjnë, sepse nga inspektimet që janë bërë nga ana e Avokatit të Popullit është konstatuar se kanë ato 5 institucione kanë ambiente të amortizuara pa ndriçim, ngrohje të pamjaftueshme, ka të burgosur që mbajnë stendet e tyre, pra mungesa logjistike brenda qelive të institucioneve që i mbajnë të paraburgosur apo të burgosur që i mbajnë sendet e tyre në qese plastike, pasi nuk ka dollap, mungesë të produkteve bazë të higjienës, të detergjentëve në pastrimin e qelive, mungesë të larmishmërisë dhe sa i takon trajtimit ushqimor të tyre, por njëkohësisht ambiente të kufizuara sa i takon në aktiviteteve social-kulturore të cilat do duhet të angazhohen personat që vuajnë dënime penale apo masa sigurie arrest në burg. Shqetësuese nga ana e Avokatit të Popullit është parë edhe reagimi edhe trajtimi shëndetësor i të dënuarve apo të baraburgosurve në institucionet e burgjeve në vend, duke theksuar se ka në disa IEVP nuk ka mjek me kohë të plot, në shumicën e IEVP-ve, ku ka mjek që qëndrojnë vetëm 4 orë në ditë, njëkohësisht ka mungesa autoambulancash, për vështirësi me konsulta me specialistët. Në disa raste është konstatuar se spitalet civile në vend kufizojnë apo nuk japin ndihmën e duhur mjekësore, refuzojnë trajtimin e personave të cilët janë të dënuar apo të paraburgosur. Kjo duke justifikuar atë me mungesën e kushteve për arsyet e sigurisë, ka mungesë të trajtimit stomatologjik në burgje dhe sipas Avokatit të Popullit Endri Shabani, në një citim të tij, ai thekson se kur shteti mban të dënuarit në kushte degraduese, nuk po i ndoshkon, por po i poshtëron ata, dhe se mbyllja e këtyre 5 institucioneve për problemet që unë theksova më lart është detyrim kushtetues, ka theksuar Avokati i Popullit Endri Shabani. Në përfundim të gjithë problematikave që janë konstatuar nga ky raport, ashtu sikurse është një institucion kushtetues rekomandues institucioni i Avokatit të Popullit në vend,
avokati ka rekomandon dhe i kërkon qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Drejtësisë të rishqyrtoj politikën e paraburgimit, pasi njëkohësisht të mbyll 5 IEVP-t deri në rikonstruksionin e plotë të tyre dhe të bëjë një rivlerësim kombëtar sa i takon kapaciteteve të sistemit penitenciar në vend. Po ashtu, një tjetër rekomandim është një plan i menjëhershëm për kujdesin shëndetësor në burgje, përfshirë ngritjen e një institucioni të specializuar për të burgosurit me probleme të shëndetit mendor. Armand Bajrami, faleminderit për informacionin.